Atër të dashur miq, sot do të ndajmë historinë e një gazetari I cili jeton me këtë profesion, edhe pse aktualisht nuk e ushtron më këtë detyrë, është në një pozicion tjetër, por vazhdon të mos I ndahen mediumet, gazetarët, pra vazhdon të jetë pjesë e kësaj bote, që unë e them shumë shpesh është një virus nga I cili nuk shpëton dot kurrë. Agron Vojnika për herë të parë vjen në Prizma për të ndarë historinë e tij. Është shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studio për të folur për një jetë të tërë dedikuar gazetarisë dhe jo vetëm. Faleminderit Flora. Më lejoni t'ju falenderoj për fjalët e bukura, t'ju falenderoj për këtë prezantim kaq të bukur dhe t'i përshëndes të gjithë shikuesit e emisionit tuaj. Me shumë kënaqësi, asgjë për te asaj që ju e meritoni dhe asaj që ju jeni realisht. Faleminderit. Zakonisht, Agron, bisedat I nisim duke I kthyer të ftuarit tanë në identitet, duke I kthyer në periudha interesante të jetës, të cilat ndoshta nga dinamika e kësaj jete shumë shpesh dimë dhe t'i harrojmë, por janë pjesë shumë e rëndësishme e ndërtimit tonë si profesional, ashtu edhe atë njerëzor. Unë do ta nis me ca fotografi shumë të bukura, të cilat do të kthejnë ty në kohën dhe periudhën më të bukur të jetës, që është periudha e studimeve, aty ku ti ke një histori shumë të bukur dhe unë do insistoj që ta ndajmë, ajo momenti kur ti ke vendosur dhe si erdhi deri tek vendimi për të shkuar dhe për të studiuar në Tiranë. Fotografi do t'i bashkangjisim pak më vonë sepse vinë në një fazë pak më të vonshme. Si zgjodhe gazetarin, në çfarë rrethana dhe pse gazetaria? Çfarë të lidhi ty në atë periudhë? Fiks 30 vite më parë, sapo mbarova gjimnazin, ishte një kohë vere, një kohë kur të rrit fluturojnë pak në natyrë. Unë kisha dëshirën e madhe ujin dhe kohën e kaloja gjithë ditën thoja në ujë, duke zhytur me anije. Edhe në mbrëmje kthehem në shtëpi dhe më pyet babai, thot, a ke ndërmend të vazhdojsh studimet? Po si çdo I ri, kur ndjen atë komfortin e kohës, nuk mendon për më tepër. Po gazetarin gjithmonë e kam pas në shpirt, kam pas edhe në familje njerëz që janë marrë me gazetari, gjithmonë I kam pas si njerëz të cilët vërtet kam pas respekt për ata, sepse ka qenë një profesion jashtëzakonisht. Tani kohrat kanë ndryshuar komplet. Po kur flasim para 30 vjetëve, duhet ta shohim, ta kemi parasysh edhe momentet kur kombi ynë bëni ato transformimet madhore, shekullore. E ishte pikërisht ajo periudhë, edhe në bisedë me babain, më tregoi se ai gjithmonë merrte gazetën, atë kohë fatkeqësisht ishte vetëm një gazetë gjuhë shqipe, Gazeta Flaka, edhe kishte një shpallje se qeveria, Ministria e Arsimit në Tiranë pranon student nga Maqedonia. Edhe I pam aty fakultetet të cilat I kishin nxjerr. Një ndër fakultetet ishte edhe fakulteti I gazetarisë, ku pranoheshin vetëm 3 student nga Maqedonia. Edhe unë thash sigurisht këtu do të ketë më pak konkurrues. Edhe vendosëm që me babain t'i dërgojmë dokumentat, I dërgoheshin këtu në Shkup në ambasadën e Shqipërisë, I dërgojmë dokumentat, edhe na thirrën për provim pranues, sepse ishte e tillë politika që do të konkurrojnë të gjithë dhe do të pranojnë vetëm 3. Pra duhej ta meritoje ti atë vend, nuk ishte e thjeshtë. Saktë, po nuk ishte domethënë që nxjerr dokumentat, paraqitesh edhe të pranoj. Ndryshe nga sot që fakulteti I gazetarisë konsiderohet si një nga fakultetet më të lehta dhe zgjedhin studentët hajt vetëm të kem një diplomë dhe një fakultet. Prandaj unë e thash që gazetaria ka qenë dhe është mision për ty. Është interesante se shumica e mendojnë ashtu, por në Tiranë nuk ishte ashtu. Domethënë fakulteti I gazetarisë ishte një ndër fakultetet më të vështira sepse kishte shumë më tepër landë se sa fakultetet e tjera. Domethënë diku 12-13 landë çdo vit. Jo si këtu që është një landë apo 4-5 landë në semestër. Atje ishin 7 apo 8 landë në semestër. Domethënë kishte nga lëmi të ndryshme, me qëllim që të përgatiten maksimum mirë. Imagjinoni kur shkuam aty, volumi I pyetjeve të cilat ishin në provimin pranues ishte jashtëzakonisht I çuditshme, kishte lloj-lloj pyetje nga shkenca, nga sociologjia, nga diçka që se kishin pritë. Nuk e kishin prit, po fatmirësisht përgatitjes të mirë të profesorëve që kemi pas në gjimnaz. Unë kam mbaruar gjimnazin në Dibër,
E dua të lavdëroj stafin e atij gjimnazi se kishim vërtet profesor jashtëzakonisht të mirë, të cilët vërtet mund të mburemi sot, sepse kanë nxjerrë shumë kuadro të përgatitur. Në të shumtën e rasteve, pyetjet të cilat ishin në atë provim pranues ishin më shumë tema të cilat ne i diskutonim në kohët e lirë me profesorët. Dua të them se ata për kushtimin e tyre nuk e kishin dhënë vetëm si arsimtar apo si profesor të lëndës, por edhe si edukator të kulturave të ndryshme. Edhe fatmirësisht, u bë provimi, unë isha ndër të parët që dola nga testimi. Isha i bindur që kam bë punë të mirë, sepse shumicën e pyetjeve e di, apo sikur ndodh në për teste edhe mund të gabon njeriu, je i sigurt në diçka edhe del komplet diçka tjetër. Por ajo intuita e brendshme të thonte që ke bërë punë të mirë. Intuita e brendshme isha si një garues që ka marrë pjesë në një garë shumë të shpejt, por nuk e din rezultatin. Edhe duke prit rezultatin, ne pritëm një kohë të gjatë, isha unë me babajnë dhe me vllajën e madh, se edhe ai konkurronte në të njëjtën kohë, konkurronte për në kampus, në inxhinieri. Edhe ai mori rezultatin që kishte kalu, se tek ai nuk kishte shumë konkurrencë. Ndërsa në provimin unë që u futa, ishin 33 nxënës nga Maqedonia. Dhe logjikisht pritja ka qenë më e gjatë, po. Edhe derisa dolën rezultatet, ne vetëm ishim bë gati për të kthyer se dua të theksoj në atë kohë, u thonim nga 7 deri 8 orë prej Tiranës në Dibër. Ishte një rrugë jashtëzakonisht e lodhshme. Tamam një udhtim i gjatë. Furgonat të cilët vinin nga Tirana për Dibër ndaleshin në qendër të Tiranës, aty ku është sot Partia Demokratike e ka Selin. Edhe rruga Elbasanit ka një diku rreth 3, mund të them 4 kilometra largësi. E tani duhet të kthehemi për Dibër, prisnim furgonin, a nuk kishim marrë rezultat. Binte një shive besh, si sot më kujtohet, unë e për herë të parë në jetë time kam pa atë lloj shiu, si shiun e Tiranës, si i thomi, sepse ishte era e parë që shkoja edhe në Tiranë. Edhe para se të nisemi, i thonë babait, dëgjoj thash, unë do t'i jap vrap thash deri te fakulteti, ta shoh rezultatin, se nuk hipi dot në furgon nga emocionet që i kam, nuk mund të hipi thash. Okej, tha vllai i madh, mu bashkangjitë dhe ai tha edhe unë tha do të vi. Edhe Flora kemi vrapua ditë, më duket është vrapi më i shpejtë dhe më i gjatë që e kam bërë në jetën time, pa ndalë, në një shi rrebesh. Kur kemi mbritë në fakultet, u gëzova shumë se prej largë pash që e kishin nxjerrë pllakatën me emrat. Edhe tash ndalëm para listës edhe po lexoj prej poshtë. Kisha frikë të lexoj prej lart. Nuk rrezikova. Jo, nuk desha të rrezikoj prej lart. Po lexoj prej poshtë edhe në një moment kur mbrina te emrim që ishte në 3 të para, edhe shifemi me vllajën, edhe ai kishte lexuar prej poshtë, se di prej poshtë po. Ishte një gëzim i madh, aty kemi vërtet, kemi kësi. Moment shumë i bukur. Që kam dalë me vllajën edhe pastaj duke vrapu u kthym, i tregum babait, babai ju emociona, jashtëzakonisht, por i duheshte të hulet të pushon pak nga emocioni. Dhe kjo ishte ajo e bukur e pranimit. Pastaj filluan normal. Vajtëm në Tiranë, shoqëri e re, një ambient i ri komplet, një gjuhë e re. Për neve ishte edhe gjuha pak problem, se ne vinim nga një zonë ku kishim shumë pengesa në gjuhë. Mbaj mend profesor Gjovalin Shkurtaj na pa thonë borën e parë, tha ju që jeni nga Maqedonia, nga Kosova, tha, do të kem pak mëshirë për juve, ndërsa për juve që jeni nga Shqipëria. Çdo gabim do ta paguni rënd, din. Me një fjalë na e shpjegojti se gjuha shqipe duhet të respektohet në mënyrat më perfekte. E qartë. E dim se më pëlqen shumë mënyra se si e sqarove krejt këtë me kaq detaje, sepse dua të bëj një krahasim me studentat sot, sa formalisht regjistrohen dhe sa nuk i kushtojnë rëndësi krejt kësaj pjese. Dhe duket që ka një dallim shumë të madh. Dikur studentët se si e kanë shijuar periudhën e studimeve, në çfarë sakrifica kanë bërë dhe në çfarë rrugë kanë kalu, dhe prandaj duket që e keni shijuar ndoshta shumë më shumë se sa e shijojnë sot studentët. Kjo është shumë diçka e bukur, mua më pëlqen shumë. Është shumë interesante se ne në kohën tonë,
kemi qenë të etur për studime, për shkollë. Prandaj dhe i keni dashur dhe i keni shiu kaq shumë profesionet dhe i doni një. Në kohën kur vendosa për gazetarinë në Tiranë, kisha mundësinë të regjistrohem në Universitetin e Tetovës, i cili sapo ishte hap. Do me thënë, mund të imagjinosh në cilën kohë. Neve derdhëm gjak, dham viktima për të krijuar një universitet që sot fatmirësisht studentët kanë mundësinë të regjistrohen pa probleme, pa peripeci. Për neve, regjistrimi në fakultet ka qenë sfidë në vete. Ka qenë një sfidë shumë e madhe. E tani dua të kaloj tek një pjesë shumë e bukur, sepse duket që në Tiranë, në Shqipëri, shumë shpejt e kanë nuhatur talentin tënd, ndoshta edhe dashurinë për gazetarinë, dhe jo shumë larg, në vitin 1999, derisa ishe në studime, je angazhuar edhe në redaksinë e Tiranës, Rilindja, ku ne kemi ca fotografi dhe duam që të të kthejmë pak në këtë fazë të jetës, çfarë emocione kanë qenë, çfarë raportime keni bënë në këtë periudhë dhe të na tregosh se si ka qenë kjo periudhë për ty, sa të kanë ndërtuar profesionalisht krejt kjo angazhim dhe kjo periudhë. Gazeta Rilindja në atë kohë ka luajtur rolin kryesor në informimin e popullatës shqiptare, ka qenë dritarja që ka sjell dritën në çdo shtëpi. E këto janë fotografi të asaj kohe, kur kemi vajt nga Tirana për në Kukës, në Tropoj. Fatmirësisht në atë kohë kisha një akreditim që mund t'i përdorja gjitha fluturaket e NATO-s edhe të kombeve të bashkume. Kam pas mundësi të përdori mjetë të transporti edhe tanket e këforit. Atë ditë bile kur kemi hyrë për ditën e parë, jam fut nga Shqipëria, nga Prizreni, kemi hyrë me forcat gjermane, jemi fut brenda. Deri në Kukës kemi shku me helikopter, pastaj na kanë transportu forcat ushtarake gjermane. Kishim mundësi të vizitojmë të gjitha zonat. Ja, kjo është pjesa. Këtë flamurja morëm në disa refugjatëve që po ktheheshin, ushtarët u mundoheshin që t'i kthejnë mbrapa, mos futen njerë para se të sigurohet tereni, para se të sigurohet ajo. Ata nuk ashtu. Kam qenë me shokun tim Gjergj Filipaj, për momentin është gazetar në RTK. Dhe kemi kujtime jashtëzakonisht të bukura të asaj kohe. Ka qenë një periudhë shumë e trazuar, ka qenë një periudhë me shumë emocione. Do me thënë, emocionet e asaj kohe kur kthehen sot janë diçka shumë e çuditshme. Dikush edhe nuk i ka përjetu fare, nuk i din ato. Po ne kemi pas një lloj adrenaline, kemi qenë të mvarur për asaj adrenaline, kemi rrezikuar jashtëzakonisht shumë. Unë gjatë gjithë kohës kam ndjekur zonat e luftës. Nuk dua të them ta quaj veten si reporter të luftës, po kam marrë pjesë në shumë zonat e luftës. Kam vizituar të gjitha kampet e refugjatëve në Shqipëri dhe në Maqedoni. Do me thanë të gjitha, pa përjashtim, ku kam shkruar me qindra reportaje, me qindra fate njerëzish, mënyrën se si janë trajtuar ata njerëz, mënyrën se si janë dëbuar nga shtëpit, mënyrën se si janë çnjerëzuar. Me një fjalë, do me thanë, është e pabesueshme që ne po hinim në shekullin e 21 dhe dikush shkonte dhe i nxirrte nga shtëpia dhe thonte prej sot që kjo shtëpi është e jona, por kjo nuk ekziston më për ty. Shumë e rëndë dhe shumë e dhimbshme. Po sa e ka ndryshuar kjo qasjen tuaj në gazetari, Goni? Sa t'ka formuar ty krejt kjo periudhë jo e lehtë? Shumë. Unë mund të them kjo ka qenë ai bazamenti, do me thënë ajo thelbi ku unë e fillova vërtet të merrem me gazetari dhe vërtet ta dua si profesion. Aty e pash çka do të thotë të jesh njeri edhe të jesh jo njeri. Kishte shumë raste kur familje të tëra kishin humbur pjesë të familjes, antarë të familjes, edhe tregonin ato fatkeqësitë e tyre. Kur njeriu përballet me ashtu lloj fatkeqësish të mëdha, komplet ndryshon sensi i asaj i mendimit se si mund të jetë më mirë, si do të bëhet më mirë. Asnjëherë nuk e kam mbështet dhunën, kam qenë gjithmonë kundër dhunës, kam qenë gjithmonë edhe vazhdoj të jem edhe sot e kësaj dite kundër gjakderdhjes, kundër konflikteve. Asnjëherë nuk i kam mbështet, edhe pse këtu kam një fotografi me ushtarët e UÇK-s, pikërisht kjo është në zonën e Prizrenit, është me njerë mbas aksionit Shigjeta. Ka qenë një incizim jashtëzakonisht i bukur aty. Kemi pas
biseda me këta ushtarët, ishte rada e parë që takonim ushtarë brenda në teritorin e Kosovës, ushtarët të cilët nuk kishin ardhur për të luftur, po kishin qenë brenda prej në fillimin e luftës. Edhe jemi marrë me historitë e tyre, na kanë tregu se si kanë kalu, si kanë përjetuar në ato bombardime, aksionet e një pas njëshme të ushtrisë sërbe. Domethënë dua të them se ka pas ushtarë të cilët kanë luftu 5 ushtarë me një batalion të ushtrisë më të përgatitur në Ballkan në atë kohë. Edhe tregojnë peripecitë e tyre. Domethënë historitë e atyre njerëzve duhet edhe sot të mbahen mend, të kujtohen edhe të mos lihen në arrest. Gazetarë të vërtet, unë konsideroj që janë njerëz të cilët kanë prekur pikërisht këto terene dhe unë definitivisht publikisht dua t'ju përgëzoj për krejt punën dhe krejt kontributin që e keni dhënë edhe në moshë aq të re edhe në periudhë studimesh. Dhe duket që keni qenë me fat në një farë mënyre sepse që nga fillimi jeni gdhendur dhe jeni formësuar tamam si duhet të jetë një gazetar i vërtet. Pikërisht. Fatmirësia më e madhe ka qenë se kemi pas të bëjmë edhe me njerëz të cilët kanë qenë pena e gazetarisë shqiptare. Unë do t'i kujtoj 2 kryeredaktorin dhe zëvendës kryeredaktorin që të dy të ndjerë fatkeqësisht, Ramush Tahirin edhe Ramadan Musliun. 2 njerëz që kanë lanë ngjurmë në përgatitjen time profesionale, si gazetar të me thonë. Kam pas fatin të bashkëpunoj me ta. Tani dua të kthej tek familja. Çfarë roli kanë luajtur prindërit e tu në jetën tënde, Goni? Tani që nga kjo distancë kohore, nga krejt kjo periudhë shumë e mirë profesionale, çfarë mendon që kanë ndikuar më shumë ti ata tek ti? Edhe si njeri, por edhe në aspektin profesional. Gjithmonë i kam pas në mbështetje, gjithmonë kam pas mbështetjen e tyre. Kanë qenë ato rënjët e atij trungu të shëndosh, të cilët gjithmonë na kanë ushqyer me atë dashuri, me mirësi, me të qenit i drejtë edhe të qenit human edhe i njerëzishëm. Dhe me thanë, këto vlera i kam... Janë pasuri. Gjitha vlera që mi kanë kultivuar prindërit e mi, dhe nuk mund të them, është shumë e vështirë të shpjegosh për shembull për prindin, çka ka dhënë për ty. Unë mendoj se ka dhënë gjithçka. Prindët e mi kanë dhënë gjithçka, si babai, ashtu edhe nëna, gjithmonë i kam pas për krah, kur kemi pas tema të ndryshme, tema të nxehta, se në atë kohë kishte shumë tema të tilla, gjithmonë jemi ul, kemi bisedu, cila është mënyra më e zgjuar, cila është mënyra më e mirë. Është e jashtëzakonshme, gjatë gjithë jetës unë me babain kam qenë edhe si shok, do me thonë, kohën më të lirë, derisa ishte në gjendje fizike mirë të shëndosh, unë me babain gati çdo javë dilnim bashkë për peshkim. Nuk ka gjë më të bukur se me prindin të jesh në peshkim. E vërtet. E bënim shaka, talleshim. Këto ritualet përbashkëta e mbajnë edhe më të afërt edhe më të ngushtë. Pavarësisht mosha e jeta e impenjimet, është një gjë shumë e bukur. Pikërisht. Sot tash me që është akoma e gjallë, do me thënë edhe shqyqyrë vazhdoft të jetë i tillë. Urojmë shumë të kesh me shëndet. Të ketë shëndet. Po pak me shëndetin është më i lik. Tash i luajmë shah. Nuk lodhemi shumë. Tash keni kaluar në tjetër fazë. Në sport, tavoline. Në çdo fazë të jetës ka mundësi të vazhdosh ta mbash të lidhje shumë të fortë. Vazhdon të kesh dëshirë të bësh ato, kështu që me babain kemi, me nënën nuk di çka të them, nëna gjithmonë ka qenë mbështetëse më e madhe, përkrahësja më e madhe. Për çdo gjë, do me thënë, ajo është e para që më merr në telefon, apo e para të parën që e marr në telefon. Dhe që i krenohet çdo arritje kështu me radhë, jo vetëm tuajt, por edhe të fëmijëve tuajt, bashkëshortes e kështu me radhë. Goni, je gati që të shohësh një video mesazh dhe një surprizë shumë të bukur për ty? Kemi një video mesazh. E shohim se kush është ky person. Goni, është porti mamit. Je po ai që ke qenë ti i vogël. Prej moshës 2 vjeçare, e mbashmend, kur shkojshim në për qytet, vetëm ti gjeni ishnje. Kërkonje çdo gjë të blinje, çdo gjë të interesante. Mbashmend kur më humbe në shtëpinë e mallave, çfarë të çave bon të gjithë. Po ti e kishe gjetë një nam tjetër, edhe i kishe thanën, unë e du edhe mamin tëmë shumë, po edhe ti më pëlqesh. 2 vjeç ishe. Ajo të kishte marrë për dorë, të kishte fut në veçërbim, edhe të kishte blerë gjithçka. Ishe fëminës që merrnin pjesë në gjitha lamit, matematik,
dy shqipe, në not, në letërsi, çdo gjë, dinje çdo gjë, për çdo gjë ishe i pari. Ne jemi krenar me ty, jemi shumë krenar gjithë familja me ty, edhe me gjithë familjen tënde. Goni, çfarë do thotë kjo për ty? Pa fjalë. Një moment shumë i bukur. Nuk e prisja këtë. Shumë emocionuar shumë. Kam pa kohë pa e pa nënën disa muaj se me angazhime, me punë, me probleme, me gjitha gjërat, po me zi pres tash për festën e Bajramit, shkoj të vizitoj pak. Radhës tjetër isha vetëm disa orë, vajta i pash edhe u ktheva, po shpresoj ka marrë malli. Dhe uroj të jetë një kujtim shumë i bukur. Kështu edhe publik, ta keni gjithmonë këtë kujtim dhe këtë moment me këto fjalë kaq të ndjera nga një nën. Unë kam përshtypjen që pas çdo burri të fortë dhe të suksesshëm, fshihet një nën e cila ka ditur ta kultivojë dashurinë në mënyrën e duhur, definitivisht. Sepse unë mendoj që aseti më i fortë që mund ta ketë një burr është dashuria dhe mënyra se si e trajton familjen dhe rrethin. Ne pavarësisht domethënë sa do të rritemi, sa do të bëhemi, ndoshta edhe gjyshër do të bëhemi, po nëna është gjithmonë nën, mbetet gjithmonë nën, kështu që ajo është mbështetja ime më e madhe. A ka diçka që nuk i ke thënë asnjë? Më e madhe. Mbi gjitha, shive, është shumë e rëndësishme që nëse ke dikon që jo vetëm të të lavdëron, po unë jam i rritur në atë frymën që diti dëgjoj kritikat, diti marr kritikat. Kritikat janë një instrument shumë i rëndësishëm në jetën tonë, sepse na bën të dim ku jemi. Na bën të shohim gjërat pak më qartë. Pajtohen. Nëna ka luajtur një rol shumë të madh, edhe baba e ka luajtur atë rol, por nëna ka qenë pak më e mpref në këtë drejtim. Babën e kam pas tash më shumë si shok, ai më ka mbështet pak më tepër. Dërsa me nanën kemi qenë më të drejtë. Të dy në segmentet të ndryshme të kanë formuar. Kjo ka shumë rëndësi. Goni, unë në hapje përmenda që pas studimeve, sigurisht ka nisur rrugtimi yt profesional në redaksit më të rëndësishme shqiptare në vendin tonë. Ka filluar me gazetën Fakti. Më thuaj çfarë ke mësuar nga gazeta Fakti dhe si do ta përshkruaje nismën e karrierës tënde profesionale në vendin tonë, pikërisht në këtë gazetë, që dikur ka qenë një nga gazetat më të blera, më të shitura, më të lexuara. Ka qenë enciklopedia e gazetarisë. Burimi i gjitha informacioneve në vend. Unë do shtoja këtu, përderisa luftën e Kosovës e kalova me gazetën Rilindja, luftën e Maqedonisë, 2001-shin, isha redaktori politikës së jashtme në gazetën Albania. Ndoshta isha redaktori më i ri në atë kohë, në një gazetë, në një medium në Shqipëri. Në atë kohë unë erdha, vizitova gjitha zonat e luftës edhe këtu në Maqedoni. Kam qenë të Kalaja të Tovës, kam qenë në zonën e Kumanovës, kam qenë në këto ngjarjet më me rëndësi që ka ndodhur në Maqedoni, po gjithkohës do me thënë duke u thunë nga Tirana. Këtu kam qenë në një rrezik shumë të madh në krahasim me atë në Kosovë, se në Kosovë nuk kishim përballje me trupat e ushtrisë serbe, ndërsa këtu në Maqedoni kishim çdo ditë përballjen, postobllogje të ndryshme, ofendime, barbarizma të papame, të dukesh të vetja sigurie në mesjet. Dua sinqerisht i them, për shembull, na nxirrshin nga vetura, nga ato, na fusnin armët në trup, na nxirrnin antiplumbat, që kishim një lekët antiplumb, na nxirrnin tash do të vrasim, tash do të bëjmë, domethënë ishte një lloj presioni psikologjik i papranueshëm që nuk ka hije. Aty dua ta them pa eshte, unë nuk vija këtu të bëj luftë, nuk vija të ashtu, po kisha për detyrë që të jem zëri, syrje dhe veshi i lexuesve të mi, i audiencës tonë që i kishim si ashtu. Kam pas shumë reportazhe në atë kohë në këtë zona, edhe në një udhim timin këtu, pa ta ble gazetat lokale, gjitha gazetat, kam pas atë gjithmonë kam pas dëshirë të lexoj gazeta, akoma vazhdoj edhe sot kësaj dite, nëse shoh aty në shtan gjitha gazetat i marr. Ndoshta asgjëra nuk ka diçka interesante, po do t'i marr nga ajo. Është një ves që të pas ka ngel nga familja. Edhe kafen e mëngjesit gjithmonë dua ta pi me gazetë ose të lexoj.
tash I kemi telefonat, po të kënaqësinë që ta jep Është tjetër ndjenjë të lexosh të shkruash gazetën. Asgjë ta jep atë kënaqësi. E vërtet. Kështu që I pata ble gazetat edhe kur shkova në Tiranë, atëherë kisha mundësi ti lexoja gazetën Fakti, bëshin një thirrje për t'ju bashkangjit kush ka shkrime, tekste prej zonave aktive që t'u alishojnë, ta ndihmojnë edhe si gazetë, se vërtet kishin nevojë për staf, kishin një numër të vogël, fatkeqësisht neve në Maqedoni deri atëherë nuk kishim fakultet për të përgatitur kuadro të reja të gazetarisë. Edhe unë pata fillu t'i lishoj reportazhet e mia të vasjelli në Fakti. Mbas disa muajve vjen pronari I gazetës Fakti bashkë me kryeredaktorin Emin Azemi, vinë në Tiranë, do pim thënë një kafe, okej, thash bujrum, ulëm, pim kafe, diskutum pak, bisedum, kam dëshirë tha të marrë tha në shkollë. Unë sa po kisha filluar, dhe me thanë kisha bëhat rahatin tënde, po. Dhe më të kishe planifikuar që të vazhdoja në Tirana, para se do të vinte kjo ftesë dhe kjo ofertë. Krejt e kisha planifikuar, dhe me thanë as që kisha ndërmend të vija. Po një atë natë më duket ka qenë nata më e vështirë e jetës time, se nuk u dhash përgjigje, thash më falni, s'mund t'ju po ashtu ta mendoj. Gjithë natën jam sjell I djersit unë, si ta shpjegoj, dhe me thanë ishte mangth. Po sepse veç më kishe konceptuar jetën tënde dhe s'është vendimi lehtë. Mendohesha, thoja, do të shkoj atje kam lind, guri rand peshon në vendin e vet. Këtu I kam bë krejta, gjitha gjërat I kam bë në rregull, edhe kisha një rahati, një komfort. Nuk doja të dal nga zona e komfortit, po më tërhiqte. Po sërish Maqedonia besoj e ke kuptuar që ka nevojë më shumë për ty. Shumë interesant që të tërheq vendi. Ajo absolutisht nuk diskutohet, e dija që ka nevojë, nuk kishim ekipe, nuk kishim gazetar. Në atë kohë shumica që merreshin me gazetari kishin komplet me profesione tjera, po I kishte nxjerr fati të merren. Edhe kam bërë punë shumë të mirë, me thonë, stafi I gazetës Fakti atëherë ka luajtur një rol jashtëzakonisht të madh në konfliktin e vitit 2001. Atë askush mund ta mohon, me thonë, ishte zëri I të vërtetës në Maqedoni, zëri I vetmi zëri të vërtetës, se kishte mediume tjera, po fatkeqësisht si medium I pamvarun ishte vetmja që mund ta thoshte atë. Ishte tjetër që të tjerët e mendonin ndryshe. Se ka qenë periudha e tillë, është dashur guxim ta thuash të vërtetën publikisht. Kemi pas gazetarë shumë që kanë pas guxim në MTV, në këto mediume tjera, po menjëherë janë sanksionu në mënyrat më barbare. Atë thash unë, këtu në Maqedoni lufta më shumë ishte si luftë mesjetës sesa si luftë moderne, hibride. Në kohën e sotit nga kjo prizmë kur e shikoj, vërtet çuditem ndonjëherë si kanë rrjedhur gjërat në atë kohë. Po pas një natë shumë të vështirë të nesër me në marrë në mëngjes në telefon e minë, I tregoj I thom... Unë po vije, po këthejem. Po vije, thash, pas nesër më kena shkup. Se derisa dueshte, du me thanë, nëse iki, thash, do t'iki sa ma shpejt se isha I lidhur me Tiranën në mënyrë emotive. Nëse zgjas më shumë, do ndroj mendje. Do ndroj mendje, sigur. Ishte 4 korrik atëherë. Atë natë I tregoj edhe shefit Ylli Rakipit. Yllit ndju prish shefi se isha nga ata punëtor që shkonte do me thanë në ora 10 në 9 dhe gjys kur kishim ato mbledhjet të redaksisë, edhe qëndroja në gazetë deri në 12 të natës. Duke u marrë me gazetarën, duke ndihmuar stafin. Dhe kush dëshiron ta humbë një gazetar të tillë në redaksinë e vet? Shumë vërtet ishte shumë e çuditshme se kam shumë respekt për Yllin, po rrallë kujt lëvdëronte Ylli, që isha nga ata që më tha, du të më lash keq, por nëse ke vendos, nëse armëria jote është atje, unë të mbështes, të përkra, lirisht, ec. Atë natë kemi shku të ambasada amerikane, ishim 4 korrikun, festimet e 4 korrikut, sepse edhe atje kisha komunikim të mirë sidomos me ambasadat perëndimore, sidomos mirënin sugjerime për këtë çka po ndodh, informacione për çka ndodhte në Maqedoni. Unë tregoj edhe atëherë kam pas atë qëndrimin që nuk e kam mbështet punën. Kam qenë pak më liberal në këtë drejtim. Edhe sot nuk mbështes asnjë luftë, asnjë dhunë, kudo që të ndodhen, edhe pse ndodhin
me arsye, diku ndodhin me arsye, diku pa arsye, diku arsye njerëzore, diku dhe kjo luftë e përgjashme nuk arsyetohet në asnjë mënyrë. Asnjëherë nuk kam qenë ai mbështetës i dhunës edhe i gjakderdhjeve ose zhdukjes të njerëzve të pafajshëm. Çfarë thon? E vërtet. Kur erdha në Shkup, ishte ajo ekipa e faktit më mirëpritën jashtëzakonisht. Gjeta lash vëllezër atje, gjeta vëllezër këtu, edhe motra, edhe fillum, diskutum, do me thanë, me Eminin, bisedum ku mund të jem, ku mund të japun kontributin më të madh, sepse një staf i vogël duhet të mban edhe barën e informacioneve, po edhe të mban barën e gazetarëve të ri. Vendosëm që të hapim konkurs për pranimin e gazetarëve të ri. Për të zgjeruar redaksin e ekipit. Shumica e të rive ishin me vullnet të madh, nuk mund të harroj asnjëherë, do me thënë këtë, se shumica nga gazetarët që vinin kishin atë vullnetin, po të gjithë ishin të prirur nga letërsia. Kishin prirje në letërsi, përsa gazetaria me letërsin dallojnë. Dallojnë, patjetër. Letërsia mirret me çështje imagjinare, ndërsa gazetaria nuk pranon çështje imagjinare. Kërkon të përballesh me realitetin dhe të kesh guximin për të thënë gjëra troç. Guximin me gjitha. Vendosëm që unë të marr ekipin e gazetarëve të ri, t'i ndihmoj, t'i përgatis për fatmirësisht shumica nga ata gazetarë sot vazhdojnë të punojnë në për institucione të ndryshme, miren me gazetari, janë në pozita të larta, edhe kjo më jep një farë kënaqësie të jashtëzakonshme. Që kanë dalë nga duart tuaja fundja. Nga dëshira e tyre mbi të gjitha, po unë kam pas një profesor të cilin e kam pas edhe në studime, po edhe e kam pas kryeredaktor në gazetën Albania, Lutfi Dervishi. Njeriu rezatonte mirësi, bujari, janë shumë të rrallë njerëzit që vërtet e kanë këto veti. Edhe unë përpoqja kur erdha këtu, përpoqja atë mirësi, atë bujari ta përcjellit të gazetarët e rinj. Shqive, jo gjithmonë duhet ekipet e gazetarëve apo redaksit e gazetarëve të dëgjojmë ritma, edhe pse më pare jemi mësu me këto situatat. Ashtë të flasim, aty ku punohet, do me thanë kryohen tensione, Një njeri që di t'i ullë tensionet, edhe t'i zbut njerëzit që të bëjmë punën më mirë, të kenë efektivitet më të madh, ja ka rritur qëllimet. Dërsa ai që krijon tensione, vetëm do të krijon tensione, edhe ato tensionet se vinë, vazhdojnë edhe nuk është se japin rezultat gjithmonë tensionet. Rezultati të një gjithmonë dihet, është humbje për redaksin. E bukur, periudhë interesante, e bukur, sfiduese, por finalja është e rëndësishme që është histori shumë e këndshme për ta dëgjuar tani në vitin 2026, sepse po i kthehemi në faza të ndryshme rrugtimit tuaj. 30 vite më parë. E vërtet. Por tani dua të ndalem tek një segment tjetër i juaj. Do marr unë tani kthesën, kemi një video mesazh të dytë nga dy persona të zemrës tënde, se çfarë kanë vendosur të thonë, do e shohim tani bashkë dhe do emocionohemi bashkë. Egon, e di se do të befasohesh për kësaj videos, mirë po edhe unë nuk e kisha bashkë lehtë me bë, sidomos me gjithë momentin. Sot si për shërë nuk shkove as kafe me pite libraria, kështu që duhesh të gjej një Skype, ku ti për momentin një duke punuar mbrenda, unë dola jashtë, dhe për këto 23 vite duhesh të t'i rumbullaksoj me një minutash kaq shkurt, sa që për mua ishte shumë e vështirë dhe besoj se meritojmë një medalje për këtë gjë. Ne kemi pas një jetë shumë të vështirë. Kemi fillu nga zeroja, edhe me mirë kuptim, me sakrificë, me mund, me shumë dashuri kemi arritë të gjitha, sot kemi arritur mjaft, dhe ajo që më së tepërmi, domethënë duhet t'i gëzohemi është që kemi 3 familje si drita, edhe prej të cilëve presim çdo gjë mirë e më mirë. Tash, nëse duhet të ndaj ndonjë moment kështu pak më interesant me ty, unë desha të shkoj në fillimet tona kur jemi njoftu, ndoshta do t'i intereson edhe Florës pak të sqarojsh pak më gjatë, momentin kur kemi ngecur
me anije në liçenin e Dibrës dhe kemi kërkuar mënyra si të dalim prej aty. Aty e kam kuptu, sepse mua më kapi paniku dhe ti më qetësoje normal. Aty e kuptova se je një njeri me shumë durim dhe në të njëjtën kohë mendova se ose je shumë trim, ose thjesht i kishe kaluar shumë më herët ato mundime në liçe. Ti je një bab i përkryer, një bashkëshort, i bën gjithçka për familjen tënde, edhe ne të duam të gjithë shumë. Hey Dad, this is a surprise video from your son, Donat. We're really thankful that you made some strawberries for us. Right now I'm sitting on the corner of the strawberries. We're very thankful. We love you really much. And remember that time when we caught 5 fishes together? Bye. Shumë moment i bukur ky, si po ndjesh, Goni? E di që janë surpriza që si ke prit fare, se ti ke menduar që biseda do ishte komplet profesionale dhe nuk do lundronim kaq shumë edhe në jetën Absolutisht, kur erdha atë mendova, domethënë. Unë veç më kisha nisur ato përgatitjet e mia qysh më herët, pra s'ka qenë rasti telefonatat që ta bëra. Është befasi shumë e bukur. Shumë e bukur. Unë s'do të kisha veçu asnjë moment me bashkëshorten, domethënë çdo moment ka qenë i mirë. Edhe të mirat edhe të këqija gjithmonë kanë qenë diçka të mira, që vazhdoj t'i vlerësoj, t'i çmoj, mbështetjen e saj, gjithçka. Momenti që tregon për në anije, si ndodhe e momenti që ngecët. Edhe vazhdoj edhe sot, vazhdoj t'a dua ujë, vazhdoj t'i dua liçenet, malet, gjithçka të bukur që kanë atyra. Dhe me thënë, nëse dikush kërkon të më gjenë mu, më shumë shansa ka të më gjenë në ndonjë liçe apo ndonjë mal, se sa në ndonjë lokal. Se sa në asfalt. Se sa në asfalt, që theme. Po, kishim filluar të esnim bashkë, edhe patëm shku në Dibër, në plazh. Nga plazhi i Dibrës është një restorant në anën tjetër. Ka qenë kjo në fillimet tuaja? Pra se përmendi që nga kjo është bindur. Po, se kështë thanë, do shkoj në Strugë, po ne unë dalëm në Dibër. Okej. Edhe tash, pretër plazha, për të shku të restoranti Cami, do ishte të kalojmë me anije. Po unë gjatë rrugës zuna disa peshi, duke ecë, duke zon peshi. Ishte një kënaqësi, është vërtet. Edhe ndajtëm atje, pim kafe, duket edhe pregaditëm ata peshit, edhe në të këthime, në mes të liçenit më ndalet anija. U prish motori, nuk ecën. Unë kisha pas raste të më ndodhen edhe më herët të prishet motori, po mbas një koha, ndizej. Shoqja filloj ta kapën panika, ta kapën friga. Unë mundohesha da qetësoj. Besoj asaj ka ndodhur për herë të parë kjo situatë. Ishte era e parë. Mundohesha da qetësoj që s'ka asgjë të keqe. Do të dalim në mos, do të thirin ndonjë shok, po thonë dhe thirrjen e shok të na tërheqen, e dini me anije. S'ka nevojë thëshja se rregullojën motore. Mbasi tentum disa kohë, filloi u terru koha, pastaj detyrova ta thres një shok. Edhe më duket prej atëherë kur s'ka hip me mua në anije. Vërteta. Deri vjet kemi hyp në anije bashkë, mora bashkë me fëmijët. Se du është njerë t'i marë fëmijët të shëtis, që fëmijët t'ja lëvderojnë nënës. Po t'a bindin. Kjo është politika. Pasi fëmijët e bindën që s'ka ndonjë rrezik është mirë. Erdhi edhe ajo, ju shoqëroi. Na shoqëroi. Okej, mire, pas keni thy këtë moment, do të thënë, i qenë ka rikthy anijes. Në jetë njeriu çdo gjë do të provon. E vërtet. Do të thënë, do të përballet me lloj-lloj situatash dhe lloj-lloj peripecish të cilat do t'i ketë përpara. Po më e rëndësishme është që edhe nëse bish të rrëzohesh, të qohesh prapë. E vërtet. Tani ka edhe një moment tjetër dhe me ka që përmbyllim surprizat, se të bombardova sot me surpriza. Pak edhe për Donatin do të flas, me që ai dha mesazhin në gjuhën angleze. Po. Dua pak tashi të falenderoj për dredhzat në obort, të falenderoj për peshqit që i keni zënë bashkë dhe ishte shumë i lumtur për këto momentet bukura që kaloni bashkë. Unë përpiqem kohën më të madhe të lirë ta kaloj me fëmijët, po me Donatin sidomos. Se është edhe më i vogli, sugari, shpiz. Më i vogli, më jep një lloj kënaqësie të veçantë. E ka qef peshkimin,
mundohem kohën e lirë sa më tepër që ta nxjerri në peshkim, ishim njerëzum a i zumni 5 peshi, edhe ato 5 peshi përmendën çdo ditë kur përmendet peshkimi. Pra, që nga kaq krenar me këtë moment ai. Këtë vit i kam mbjell ca dredza, i kam mbjell kështu në këto forma që i bëjnë tash në për këto TikToket në për këto me të ngritura, me kate. Është mirë kur e përdor TikTokun në mënyrë kualitative. Po mund të mëson njeriu shumë gjëra. Nuk është TikToku gjithmonë kaq i dëmshëm sa po bëjmë thirrje ne, ë? Po, i mbjella ato dredzat edhe ato kanë fillu tani të skuqen, janë shumë të ëmbla, janë shumë të mira, ai çdo ditë aty e kalon. Bile dhe videon ta po e bëj nga këtu. I kthen të shefa ai skuq komplet që ti merr të kvutën. Po është kënaqësia më e madhe kur i shoh fëmijë që janë të lumtur, ajo është patjetër që po. Don ja kam bërë zonjës Teuta bashortës tuaj që ndau këtë kohë, kaloi, uroj shumë të mos e kem fut në siklet për krejt këtë, se e tham me zjarita ta bëj videon, sepse si përsher sot goni vetëm shtëpi ka qëndru, nuk ka dalë fare nga shtëpia, por sërisht misioni u arrit dhe u realizua me sukses, që faleminderit shumë zonja Teuta, por kemi edhe diçka për ty goni. Kemi pas punë, jemi lodh, prandaj s'kemi dalë. Kemi ndejt në shtëpi edhe unë i shikonja mbrëm se diçka po zi. Po ndodhte diçka. Po ndodhte diçka, po thash sigurisht me fëmijët, e din. E pash nga xhami, nuk ja vuna fare se isha duke pa lajme në atë kohë, po thash me fëmijët diçka sigurisht. Mirë që s'ta kanë tërheq vëmendjen më shumë, se do ishte prish surpriza. Besoj që po edhe vërtet surprizë ishte, vërtet. Shumë e bukur. Tani kemi edhe një surprizë të fundit, por jo më pak të rëndësishme se krejt ato që pam deri tani. Unë mendoj që ka disa letra të cilat nuk lexohen thjesht, por lexohen me zemër. Dhe një prej tyre do ta lexoj sot në studio dhe do e kuptosh në fund se kush ta ka shkruar. Ndoshta ndonjëherë është vështirë t'i them me zë të lartë të gjitha ato që ndjej për ty. Prandaj, sot mu dha rastësia të të bëj këtë surprizë, edhe pse letra si mban dot të gjitha. Më kanë thënë se kur kam lindur unë, je gëzuar shumë. Sa që ke hedhur pushk, që shqiptari se bën për qik. Që e vogël, gjithmonë kam ndjer sa shumë më doje. Mami më tregonte se mezi prisje të vije nga puna vetëm që të më shihje mua. Dhe edhe sot, pas 14 vitesh, unë ende mbetem qikilushi i babalushit. Ashtu si më thret ti. E di që nuk kam qenë gjithmonë vajza më e qetë. Kam qenë temperamente, pak shere dhe vazhdoj të jem kokfort. Por ti, gjithmonë ke pasur durim me mua dhe më ke bërë të ndihem qika më speciale në botë. Ajo që më pëlqen më shumë është se mua shpesh më ke pasur edhe shoqëruese në peshkim. Më mësove të jem e fortë dhe gjithmonë më bëre të ndihem se mund të bëj gjithçka. Dhe sot, kur të shoh në tribun duke më ndjekur në çdo lojë volejbolli, e kuptoj se sa me fat jam që të kam. Gjithmonë mundohem të bëj krenar, sepse për mua i je shembulli i njeriu që sakrifikon gjithçka për familjen. Ti ke punuar shumë, je lodhur shumë, por asnjëherë nuk na ke lënë të na mungoj dashuria në shtëpi. Dua vetëm të dish që pavarësisht sa të rritem, do t'jem gjithmonë qikilushi i babalushit. Të dua shumë, babi. Edhe unë e dua, më shumë ti në bo. Si ndjesh për këto fjalë kaq të bukura nga vajza jote Dea? Është vajza e cila më bën krenare çdo ditë. Do me thanë, nuk ka ditë që unë të kthehem në shtëpi dhe mos vrapoj të fëmijët, i përqafoj, sidomos vajzën, do me thanë, ka pas raste kur ishte e vogël, ikja nga puna vetëm ta përqafoj dhe kthehesha prapë. Dhe nga këto emocione që po shoh në sy tuaj goni, po e kuptoj që vajza qenë ka pika yte e dopt. Vajza është pika ime më e dopta dhe më e forta. Më e forta njëkohësisht. Kështu ndodh gjithmonë. Unë përpiqem fëmijët t'i ris me atë shpirtin luftarak, me atë shpirtin garues brenda vetes. Vajza është për momentin Dea, luz volejbol, është jashtëzakonisht e mirë në ekip, në gjithë. Ka atë shpirtin ekipor, ka dëshirë fitoret, jep kontributin për atë ushtron, po Dea mbi të gjitha e ka zemrën shumë të madhe. Dhe kjo është më e rëndësishme se gjithçka. Janë emocione shumë të kuptueshme, shumë të natyrshme nga shpirti. Dhe është bukur ndonjëherë t'i ndajmë edhe me publikun. Është e vërtet, si thonë për vajzat, njeriu asnjëherë nuk i thotë jo. Prindi, nëse mbjell dikush një pemë
një vajzë nëse mbjell çdo pemë për çdo fjalë që i thot babai jo, besoj që do të kishte ngel shkretir. S'do të kishte asnjë pemë. Pajtohem. Është e vërtet, po përpiqem ta edukoj në atë mënyrën më të mirë. Të gjithë fëmijët mundohem t'i drejtoj, t'i udhëzoj nga sporti, të mos e kalojnë kohën kot, të mirën me artë. Edhe Donati edhe Dea kanë zakonisht afinitet të mirë edhe në pikturë, bëjnë piktura, është e çuditshme, po aty duhet të fokusohen gjithmonë që të kenë atë. Shumë po të bukur kjo, tamam në momentin e duhur regjia në ata këtë fotografi. Këtu jemi në rrugën e arbrit, rrugën që më nuk bëhet që tashmë nuk ka nevojë të bëhen tetor, vetëm një orë mjafton nga Dibra në Tiranë. Këtu kemi dalë të këta shkëmbind me njerë, sapo është kufiri i Dibrës me matin këtu besoj. Aty janë Donati, Dea, janë jeta ime. Do me thanë, asgjë... Dhe në këtë jetë nuk ka gjë më të çmuar se sa familja. Asgjë më të çmuar se këta. Dhe unë mendoj që këtë duhet ja kujtojmë vetes më shpejt. Rritur pak më rrallë bëm fotografia me neve. Ai tash më ka kaluar në tjetër fazë. Po, ka kaluar në atë fazën. Dhe shumë e kuptueshme. Gonin, e kemi arritur drejt minutave të fundit të këtij emisioni. Unë e dija që 60 minuta nuk do na mjaftonin për të folur ndoshta më shumë për profesionin, por desha që të njohim edhe në shumë dimensione tjera, me pak fjalë në gjitha ngjyrat e tua, meqense është edhe paraqitja e parë ku ne patëm rastin të njohim shumë ndryshe nga paraqitjet e tua, ndryshe nga puna që bën si zëdhënës në Bashkësinë Fetare Islame, e kështu me radhë. Pra patëm rastin ta njohim agronin e vërtet. U përgatita, emocionalisht u përgatita të flasim për punën që bëj, mendova se ajo është ideja e temës. E ne duam ta njohim njeriun pas krejt kësaj pune. Sëtë për punën tuaj, ne sigurisht kemi rastin të t'ju takojmë shpesh në biseda tjera, por këto biseda dhe takime janë të ralla, por kujtime shumë të bukura. Si për ne, për arkivin e emisionit tonë, por edhe për ju si personazh. Shumë faleminderit. Goni, si dëshiron të t'njohë publiku, njerëzit, rrethi dhe familja nga krejt kjo që ke bërë deri tani dhe uroj të bësh deri sa do kesh jetë? Unë jam në këtë drejtim jam modest, do me thënë, dua të më njohin ashtu si që jam. Kam pas raste të kem pozita, kam pas raste kurs, kam pas pozita, po gjithmonë kam qenë ai i njëjti. Atë që më respekton e respektoj, atë që nuk më respekton e injoroj, do me thanë, nuk mire me atë. Pse në jetë... Jo çdo gjë meriton reagimin tonë. Do kemi shumë raste kur jo çdo kush edhe çdo gjë do të meriton reagimin, po ata që më respektojnë njerë, unë i respektoj dyfish. Unë realisht kisha ndëgju vetëm superlativa për ju, por nga kjo bisedë sot vetëm u binda. Ishte shumë kënaqësi që pata rastin të takoja, të dëgjoja histori kaq të bukura dhe uroj të shihemi prapë në takime tjera. Faleminderit shumë që na dhe mundësinë të njohim kështu ndryshe. Ju faleminderit shumë.